Ndërkohë, Keti, pas kreut të gardës në GKK ka zbarkuar sot dhe drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, Ilir Proda, është takuar me Erion Banin? Po në Ertil, në fakt janë vënë në lëvizje të gjitha strukturat dhe kryesisht më me seriozitet me sa duket e ka marrë prokuria e posaçme dhe kreu i saj, i cili ka thirrur në fakt të gjithë të paktën drejtuesit kryesor që ka në duar sigurinë e gjykatës. Në fakt kjo duhet të thonë që është një gjykatë dhe një prokurori shumë e sigurt, pasi ajo mbrohet nga Garda e Republikës, por dhe brenda ambienteve të saj ka edhe punonjës kryesisht të policisë së burgjeve që bëjnë kontrollin fizik të personave që futen në ambientet e gjykatës dhe në sallat e gjyqit. Por megjithatë ka qenë një vizitë në fakt e drejtorit të policisë Ilir Proda ditën e sotme me kreun e gjykatës së posaçme Erion Bani, sa i takon sigurisë së brendshme të jashtme, nuk dihet nëse do të qëndrojnë burgjet ende në sigurinë e sallave apo do ta marrë policia e shtetit, kjo mbetet për të parë. Ka qenë një vizitë 90 minuta në fakt që ka zgjatur dhe janë diskutuar siguria e jashtme dhe e brendshme në fakt e gjykatës së posaçme, por krahas asaj dhe prokurisë së posaçme, pasi janë në të njëjtën godinë dhe pothuajse ruajtja fizike bëhet për të dyja institucionet, si në gjykatë dhe si në prokurori. Por megjithatë, problematik mbeten gjykatat e tjera dhe jo gjykata e posaçme, e cila deri tani ka treguar që ka një super siguri sa i takon personave që futen në ambientet e gjykatës, por edhe gjyqtarëve, sigurisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve që pothuajse të gjithë kanë edhe roje personale. Ndërkohë, Keti, pavarësisht le të themi këtyre takimeve, këtyre zbarkimeve në GKK dhe në SPAK, dhe duke u nisur nga deklarata e 3 ditëve më parë e zonjës Koçiu, ministre e brendshme, kemi ne në gjykatat e tjera si në gjykatën e apelit apo në gjykatave të rretheve shtim, le të themi, të forcave të policisë apo ende? Deri në këtë momente që flasim nuk ka një ndryshim të sigurisë në gjykatat e tjera. Pra duhet të nxirren akte nënligjore dhe duhet rregulluar dhe me ligj siguria në këto gjykata. Deri në këtë flasim për gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, ku janë vetëm punonjësit e gjykatës që ruajnë sigurinë dhe nuk ka ndryshuar asnjë gjë, megjithëse atje ndodhi një ngjarje e rëndë. Pra, ne pamë dhe deklaratën e Këshillit të Lartë Gjyqësor ditën e djeshme, ata kishin renditur disa pika dhe kishin rënë dakord kryesisht me mbledhjen e gjyqtarëve, të cilët në fakt ja kërkuan një testim fizik të gjitha gjykatave dhe marrjen e masave, por deri në këtë momente që flasim nuk shihet ndonjë ndryshim në sigurinë e tyre. Përveç se në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm ka qenë gjykata e posaçme, e cila në fakt që po rinovohet dhe po merr aparatura të reja, i ka dhuruar kësaj gjykate një skaner në mënyrë që të ketë 2 skanera për kalimin e personave dhe për detektimin e tyre nëse ka sende të palejuara. Pra janë vetë punonjësit e gjykatës ata që janë duke kryer këtë detyrë, ndërkohë që pritet në fakt ndonjë reagim nga ana e policisë ose strukturave të tjera.